Përshëndetje, shikues të dashur, jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku sa mendoni që jena shumë mrena, në faktikisht jena shumë jashtë. Por, atëherë kur e mendoni që jena jashtë, bash jena hi mrena. Me mu sot në studio është një regjisor i njohur kosovar, i filmit, teatrit, skenarist, dashamirës i filmit edhe i artit në përgjithësi. I lindur në vitin 1980, edhe pej ditës që u lind, ka pas qef me këshyr filma. Nuk e di sigurt këtë informacion, po përderisa merret edhe sot me këto kaq intensivisht, i bjen që është dashamirës i filmave. Studimet i ka përfunduar në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, në drejtimin e regjisë, filmit dhe teatrit. Ka marrë çmime si shfaqja më e mirë nga skena Up në Prishtinë me shfaqjen Mundimet e kota të dashurisë. Në vitin 2008 skenari më i mirë nga 9/11 për filmin Republika. 2009 regjia më e mirë në festivalin e teatrove në Ferizaj për shfaqjen Orkestra e Titanikut. Me mua në studio Ben Apolloni. Ben, aja husha më nëjë sa ndeshtash? Ja, mirë, bravo. Edhe filmat i ke këshyrë prej 1980-s? Po. Qashtu. Ku i gjeta? S'kallëzoj që e përdori ChatGPT. Bash nuk jetë me ChatGPT. Pyetja e parë, Ben, që e kam për ty. A është e vërtet që me shku në Turqi, njerëz menojnë që ki emrin Apolloni? Në Turqi nuk jam kanë kur. Okej. Kështu që nuk e di që ka mendojnë Turqit. Unë e di veç ata kanë qef me mbajt musteqe, kështu që... Po ju përshkak se Ben Apolloni, atë Ben në thojnë unë. Unë e kanë ata, po. Ben Apolloni Sandrini, në këtë rast. Qysh është jeta filmike dhe e krijimtarisë së filmit në Kosovë për momentin? A është paq e varfër sa vetë populli? Apo ka nisë me Jo, është e varfër, për fakt të keq që kemi prit që po bëhat ma mirë, se njerëzit gjithmonë shpresojnë për ma mirë, po nuk është ba ma mirë, është ba ma keq. Edhe për këtë fajet i kanë njerëzit që qeverisin vendin, që qeverisin qendrën kinematografike. Është tragjike që në 2026 ne ende flasim për probleme që nuk do të duhet të flisnim para 15 vitesh, do të duhet ishin të i kalu. Po këtu të ne është e çuditshme, duket sikur eci mrapshne. Po mdo këtë që e kena tripin me shku pej sezonës 5 në sezon të parë. Po, ashtu duket se e fillojmë mrapsht çdo gjë. Hajme det. Kështu nëse këshyrim, sa përqind e skenarëve në Kosovë, edhe filmave në Kosovë, fillojnë me një djalë i ri i cili dëshiron ta lëjë vendin, një djalë i ri ose një vajzë e re që dëshiron të ikë nga ky realitet. Është teme zakonshme, ndoshta jo veç te shqiptarët, te neve shqiptarët e Kosovës. Njerëzit që qëndrojnë në një vend kanë dëshirë të shkojnë në vende tjera. Ma kujtove tani kur po shtroj pyetjen Cinema Paradiso të Tornatorës, kur Alfredo i thot djalit, thot ik prej këtij vendi dhe mos ju dorëzo nostalgjisë, mos u kthe kurrë këtu. Domethënë të gjithë Kosova është provincë. Edhe është Çehovi dikon e thot bëni një jetë të mirë si që bëjnë njerëzit në provincë. Edhe secili njeri ka dëshirë që të jetoj mirë, të jetoj i lumtur, të ikë nga jeta e mirë. Kështu që nuk është çudi që edhe njerëzit që shkruajnë, që krijojnë filma, të kenë këtë nxitje, këtë qasje, si me thonë, me ikë prej vendit. Edhe fundja mirë është me ikë, me lëviz, me pa botën. Po, definitivisht, po tash kjo zakonisht filmat që fillojnë dënë me ikë, është asi me ikë për gjithmonë. Dhe nuk u kthye kur më. Është interesant, po evropianët, që gjeografikisht i përkasim edhe ne, kanë kompleksin e Uliksit. Vonë kam lexuar për këtë kompleks, nuk e kam ditë deri vonë. Me 3 fjalë kompleksi i Uliksit? Dëshiron, shkon, dëshiron të kthehesh në Itakën tonë. A pa ka shumë me një farë mënyre jenë aty për shkru krejt diasporën? Po. Që dëshirojnë më këti, po
marrin guximin. Nuk e marrin guximin sepse nuk ka siguri këtu, Jo, po jo, gjithsesi definitivisht. kur po vinë në një moshë që e sigurojnë një pension atje në Evropë, në Perëndim, ata po kthehen edhe e ke pa që vazhdimisht blejnë banesa këtu, ndërtojnë shtëpi, se gjithmonë në mendjen e tyre është Itaka e tyre. Kështu që shkojnë ka shkojnë do të kthehen. Prapë, kthejmë që të qaj shpreja mos e lënë nostalgjinë me të mujt, po në këtë rast, Na kanë mund. herë po na mund. Ke shkrujt skenare. Po. Po du me të pyet për skenaret e filmave në Kosovë. Na dialektin tosk, nuk e flasim në përditshmëri. Dialekti tosk është ma shumë... Është i toskëve. Po dhe i toskëve, po edhe të na përdoret si gjuhë si standard për politikë, për lajme, po përdoret edhe për filma. A është pak arsye dialekti që e bën filmin mu dok ma falc? Po, natyrisht, sepse nëse e ke një personazh kosovar, dhe jo vetëm kosovar, ose edhe në brenda Kosovës, ne dallojmë. Ndryshe flitet në Kaçanik, ndryshe flitet në Pej, ndryshe në Gjakov, në Prizren, edhe varësisht se prej nga vjen personazhi, ti duhet të shkruash dialogun sipas personazhit, nuk mundesh me e bë atë Gjakovarin me fol sikur Shiqon ne po mendojmë. Kastripi, po. Nuk ka kuptim. Mendoj që disa e kanë kuptu këtë dhe është okej, megjithatë ka shumë probleme kjo. Edhe jo vetëm te skenaret, po ka probleme edhe te aktorët, se për shembull aktorët nuk punojnë me dialekt edhe me të folme, edhe ti mund t'ia shkruash skenarin. Unë jam shumë i kujdesshëm në skenare, kur shkruaj me i tipizu karakteret sipas vendit prej nga vinë, po aktorët e kanë këtë problem, ende shumica e kanë këtë problem se nuk punojnë me dialekte dhe me të folmet lokale, prej nga është personazhi. Me siguri keni lexu që aktorët që ne i admirojmë, aktorët me famë botërore, punojnë jashtëzakonisht shumë me dialekt, sepse gjuha është ajo që i jep formë personazhit. Po normal. Edhe pa i hi personazhit me abo edhe ati jetën që e ka agjën që i ka kalu në 20 vjetë në burg, po qysh ka e rëndësi te ky karakter? Lexova Viola Davis, aktoria e madhe, po shkruante për secilin personazh që po e merrke me interpretu, po shkruante deri në 100 faqe biografi, do me thonë, po bëjke një lloj studimi për secilin personazh. Fantastike. Për ata është ajo që është. Për ata është ku është. Nëse e kështë pas një shkop magjik, nuk ekziston, e dim që nuk ekziston, nëse e kështë pas shkopin magjik, po jo me prek qeverin, jo me prek politikën, me hi direkt te pjesa e kinematografisë. Një sen kime ndru. Çka është ajo? Unë mendoj që jo te qendra kinematografike, sa mendoj që duhet intervenu te fakulteti i arteve. Okej. Në fakultetin e arteve duhet me ndryshu gjanat, edhe mandej edhe qendra kinematografike, se edhe qendra drejtohet nga njerëzit që kanë dalë ose që do të dalin nga i fakultet. Mendoj që problemi duhet te burimi duhet me shku, edhe mandej gjanat do të shkonin shumë më mirë në të gjitha aspektet, qoftë në kinematografi, qoftë në teatr. Ben, nëse bugjeti i një filmit është 0 euro, a është film artistik apo thjesht jeta reale në Kosovë? Jeta reale në Kosovë, sepse me 0 bugjet është e pamundur. Ne në përgjithësi punojmë me bugjet të vogël, edhe në përgjithësi kinematografia evropiane është kinematografi e bugjetit të vogël, po tek ne në Kosovë nga njëherë shkohet deri në ekstrema, gati deri në 0. Po bugjeti i vogël në Gjermani, edhe marrë si shembull Gjermani, bugjeti i vogël në Gjermani, edhe bugjeti i vogël në Kosovë. Sa milion ka ndallim?
dallime jashtëzakonisht të mëdha. Do të thënë tek ne ende asnjë film nuk ka arrit të ketë buxhet 1 milionsh. Përderisa në Evropë filmi me 2-3 milion konsiderohet buxhet i vogël. E pse vëlla, pse nuk i bojnë? Se tash po bona pak nervoz, më fal. Pse nuk e dhojnë një buxhet për një film, po i dhojnë 5 buxhete dvockle për 5 filma të shkurt, që 4 prej tyre kanë me pas, nëse jo 4, 3 prej tyre kanë me pas tematikë të luftës, që s'po them që s'duhet me përdor tematikën e luftës, po më duket veç ata dim kena perfekcionu prej vitit 99, 2000 të marrë me filma me luftën. Pse se bojnë një buxhet, 2 milion i kena, 1 milion, 900.000, një film të metrazhit gjatë, s'ka filma të shkurt. A di si, është problem me i eliminu filmat e shkurt. Sepse me gjitha atë, filmat e shkurt ndikojnë shumë në krijimin e artistëve të ri, në krijimin e përvojës, në të gjitha aspektet, jo vetëm të regjisorëve, aktorëve, po edhe të drejtorëve të fotografisë, montazherëve, producentëve, line producentëve e të tjerë. Unë mendoj që filmat e shkurt duhet të përkrahen, po mendoj që nuk është buxheti që ndan shteti për kinematografinë, nuk është, si me thonë, i përshtatshëm për në raport me banorët. Se ta zonë, unë e pa ta propozu para disa vitesh, Kosova dhe Shqipëria ishim në një bisedë me ish-drejtorin e Qendrës Kinematografike Kombëtare në një radio, edhe pa ta propozu që hajde të bëjmë 5 milion shqiptar, 5 milion buxhet të kemi. Ka 1 euro? Ka 1 euro për kokë banori ishte ideja. Hajde po e fillojmë, po e nxisim këtë që të bëhet. Po mbeti veç muhabet në atë rast, në atë emision, edhe nuk u bë kurrë. Unë mendoj që është minimale. 1 euro për kokë banori me nda për kinematografinë. E dihet që kinematografia është ajo që prezanton më së miri kulturën, historinë e një vendi. Definitivisht. Ben, për marrim jetën tane si serial. Edhe deri tash të kam bo 4 sezona. I ki edhe një 3 sezona tjera tjetës. Ata merr menja që 3 sezonat e fundit kanë me qenë si Game of Thrones, apo kanë me qenë si Breaking Bad, non-stop ke marrë nivelin e jetës. Unë mendoj që diçka te Fargo. Ma shumë ka Fargo. Ma shumë ka Fargo. Okej, ajo është komplet diçka që se prita, po domethënë është me pak fjalë kur se din çka për të mendoj. Se din kur edhe me shumë momente dramatike, po njëkohësisht me shumë humor, shpeshherë humor dark ashtu. Zi. Që din veç Fargo me pas. A është në Kosovë më vështirë me gjetë një financim për me kriju një film, apo me gjetë një parking në qendër të Prishtinës për xhirime? Parking. Parking është më vështirë. Çka është kjo mani e mos huazimit hapësinave për një film? Unë besoj ti e ke pa hala ma shpesh, unë veç të qenë pjesë e reklamave dhe ndoshta filmave të shkurt, e kom pa që është tepër problem me ja shfrytzu hapësinën dikujna 2 orë. Po ne nuk i kemi eduku njerëzit, si me tha, nuk kemi ba asgjë për me i eduku që si bëhet një film, që ti mund ta japësh shtëpinë, banesën me qira, për me u xhiru, do me thonë për pak ditë, për sa kohë ka nevoja, skenat caktuar, ku dione. Do me thonë, ne nuk e kemi idenë se, do me thonë, nuk kemi komuniku shumë me njerëzit, me qytetarët, edhe me ju tregu se si bëhet një film. Shpeshherë, jo vetëm që hapësirën nuk ta japin,
po din edhe të bëjnë problem. Është, nuk kuptojnë edhe ty i lajmërojnë, ju thu që do të gjirojnë, edhe një natë gjironim në Bregdillit një skenë, edhe aktori, ishte një skenë konfliktuoze, edhe aktori bërtet, ke sa mu ike, kur ka dalë një kojshive që s'na qiti ujtë në zedhe me na përblu. Qka për bërteve këtë gjysë, e natës? O, film bre, na të gjiru. Filma shka një bërë në shpijit juja. Siguri, këto janë përgjigje që mund është mi marë. Ben, bojna, unë e ti, një trailer me fjallë. Unë e po filloj, e thom një fjallë, ti e thu një fjallë. Unë një fjallë, ti një fjallë, edhe po bojna një trailer të shkurt, freestyle. Po na del në i film, ande. Shyrim kur se dihet, nëse është shumë ide interesant, atëherë e thirrim Netflixin, agjen Netflix. Një djalosh i ri që kërkon punë. Hip në tren dhe niset për Prishtinë. Kur arrin aty, e kupton që është në Ferizaj. Po, dhe zbret në Ferizaj dhe nuk di ku ta gjej stacionin autobusve. Një vajzë atje e ullur po e shikon dhe e sheh që është i humbur. Mbet ata shka me bome vajza. Po shka folja, Ben? Vajza me makinë, i afrohet djalit edhe i ofron të hip në makinën e saj. Po. Pas i hipi në makinë, a i filloj të dyshonte. Prapa ti ndodhej një shkop bejsbolli. Djali filloj të djersitej edhe shikonte ka po e qenë rruga, ka po e drejtë në vajzda. Më falë të qikë që shëpate e emrin? Vajza e shikoj djalin edhe nuk i përgjigj fare. Që ta shtoj dozën e misterit. Më falë, apo më njën që jam të folë? Vajza lëshoj zërin e radios, Radio Dukagjinit, dhe prap nuk i përgjigj. Aty ishte në emision live, emisioni pik me Dringashin dhe të dy filluan të qeshnin. Sepse në radio Drini po komunikonte me disa dëgjues që po i tregonin Barceleta. Dhe në fund ata të dy arritën tek stacioni autobusëve dhe kur djaloshi doli nga makina, vajza i tha, është ma më fund foli këshe. Vajza i tha, unë jam motra jote. unë jam motra jote nga babaj. Edhe titulli i filmit, Giz, titulli? Motra e panjohur. Motra e panjohur. Kështu pra. Duke kërkuar punë, ai i gjeti motrën. Tash po du më kthyte në pyetje, Ben. Vjen Netflixi për një me këta shefat e Netflixit. Thojmë Ben kena një për ty fjalë veç me na dije. Edhe po na vjen një serial me 3 sezone. A është diçka që ti shkoni merr në atë arkivën e skenareve që i ki një dyshjen aty që si ke kallëzu kërkujna, apo krijon diçka prej fillimit? Me siguri do të hyja në arkiv. Okej. Se i kam disa projekte që janë për seriale, i kam mendu. Kam shkru epizodat tëra, ndoshta jo komplet sezon, disa janë veç sinopsis e tretmane, po janë interesant edhe her pas here kam komuniku me disa njerëz që kam mendu që mund të gjejmë një mundësi për t'i realizu edhe jashtë Kosovës, po deri tani nuk janë realizu, po do të kisha pas qef që me i realizu ato ide. Nëse të vjen diçka në tavolinë për ndonjë punë, për ndonjë film ose serial,
edhe në film ose serial të vynë dikush që ka kryt e madh, a më premton që kime më konsideru? Po ti nuk e ke qash kryt e madh. A veç të kam thonë. Po thua që është... Se unë një njerëz me kry më të madh. A për sheh më në gjithë, se te ma kishti në kryqit në ideja. Hajtë se e sheti. Edhe, për fund, zakonisht, e këbone për intervista, një mesazh për të rinj, një mesazh për të rinj. Çfarë i thua të rinjve që dojnë me u marrë me kinematografi të rinj, kur kush nuk pyet për të moshuarit. Prandaj unë po du prej teje një mesazh për të moshuarit. Unë mesazhi për të moshuarit është le të qëndrojnë të ri. Gjithë qëndroj i ri, sa do t'i ke bo do vjetë. Mos gabo me u plak. Mos gabo me u plak. Ben, ishte knatësi për mu, na mujna me nejtë edhe 2 orë të fojt për filme e për seriale, e din kena diskutu edhe ma heret, por kash na premton koha, çka presim prej Benit në vitin 2026? Unë po e zhvilloj një projekt që është një skenar bashkë me vllajën, me Agun, është përkrah nga Qendra Kinematografike për zhvillim, vitin e kaluar. Është romani i Agut titullohet Zazen dhe flet për një djalë të ri që ne kemi pas në të vërtet shok. Po Agu mande ka bërë një roman për të, edhe flet për një djalë të ri që ka shumë ide e as pak mundësi. Historia e jetës tonë, se do të prej neve. Mundësi pak ideja sa dush. Ben, veç suksese edhe shpresojmë që në fund ka me dalë pikërisht qashtu që ke pas të vizatu me në trurin tënë dhe të vllaut tënë. Se e din që pjesa më e vështirë është të realizimi. Po, se ti e sheh këtë bukur, po? Po. Realizimi është 100%. Faleminderit shumë. Ishim me mrena jashtë, faleminderit shumë, që një filma, së një diçka për seriale, edhe nuk i dihet. Mund të jesh ti regjisor i arshëm. Edhe ti mund të jesh regjisor i arshëm, kështu që deri herën tjetër,